Çmimi i dizelit ulet për 2 denare gjysmë ndërsa i benzinave për 1 denare gjysmë për litër vendosi Komisioni Rregullator për Energjetik. Me këtë vendim, Komisioni përcaktoi çmimet maksimale të derivateve të naftës, të cilat ulen mesatarisht për 2.73%. Çmimi maksimal i dizelit është 95.5 denar, i benzinës BS 95 është 82 denar, ndërsa i benzinës BS 98 është 84 denar. Në këto çmime nuk është llogaritur zbritja shtese e oktas për tregtarët prej 3 denarësh për dizelin dhe 2 denar për benzinat. Me zbritje nga mesatarja, dizeli në pikat e karburantit duhet të shitet me 92.5 denar për litër në vend të 95 denarve sa është tani. Çmimi i Euro Super BS 95 do të jetë 80 denar dhe në vend të 81.5 denarve, ndërsa Euro Super BS 98 do të shitet me 82 denar në vend të 83.5 denarve. Këtë herë edhe llogaritjet e qeverisë përputhen me ato të Komisionit Rregullator, megjithse edhe pse ishin paralajmëruar se në seancën e qeverisë do të shqyrtohet raporti inspektorëve të tregut për lëvizje të çmimeve të ushqimit dhe do të miratoheshin masa të reja të targetuara për mbrojtjen e standardit të qytetarëve, kryeministri thotë se ende do të analizohen. Očekujem da go dobijam izveštaj i da go izanalizirаме ovие денови и откако ќе го анализираме многу внимателно, тогаш сигурно ќе излеземе со одредени мерки. Sakame tje da vidat ovoj pat mikrotargetirani. Sipas paralajmërimeve të kryeministrit, masat e ardhshme do të jenë më të targetuarit për grupet e caktuara të qytetarëve dhe për produktet bazë ushqimore, ose një kombinim me ulje të TVSH-s dhe kufizim të marzhës së fitimit për tregtarët. Ndërkohë, statistika ka matur se në mars të këtij viti inflacioni është rritur me 4.9% krahasuar me marsin e vitit të kaluar. Shpenzimet për ushqim dhe pije jo alkoolike janë rritur me 7.5%. Krahasuar me shkurtin, ato janë më të larta për 0.7%.